Autori i librit Popullata shqiptare në rubrikën socialiste të Maqedonisë, Jovan Trifunovski, ja se si fabrikon faktet lidhur me popullatën e Slupçanit. Ai thot kështu: ka fisi kryezi në Shqipërinë e Veriut u shpërngulën 3 vëllezër dhe 1 nip, ytyre. Njëri vëlla me djalin u shpërngul në fshatin e Tetovës së Rogle, vëllau i dytë u shpërngul në fshatin e Shkupit Bojan dhe i treti u shpërngul në fshatin e Kumanovës Slupçan. Këtë teoritë e falsifikuar të tij ne kemi demantuar nëpërmjet të dhënave që i kemi nxjerrë nga regjistrimi i vitit 1831 i popullatës së Slupçanit. Nga ky regjistrim shihet qartë se në momentin kur është bërë regjistrimi, i pari i fisit kryezi të Roglës ka qenë në Slupçan. Ai quhej Sulejman i biri i Mehmetit, dhe në atë kohë ka qenë 30 vjeçar dhe ka pasur shtëpi të vetën. Babai i tij Mehmeti ka qenë vëlla me Bajramin dhe Saliun, bijtë e Husenit, të cilët e përbën njërin nga 3 degat e fisit kryezi apo mallës së kaçerëve në Slupçan. Pra shihet shumë qartë se kaçerët e Roglës apo fisi kryezi nuk janë shpërngulur nga Shqipëria e Veriut, siç pretendon autori në fjalë, por kanë qenë banorë të Slupçanit dhe më vonë janë shpërngulur nga Slupçani në fshatin Rogël. Andaj shihet shumë qartë se autori Jovan Trifunovski i ka shpifur këto të dhëna, sikurse edhe për shumë vendbanime tjera të Maqedonisë së Veriut, me qëllim të forcimit të teorisë slave se shqiptarët janë popull ardhacak në këto troje.